Ushat, nga vinë këto paramendoni ju, është e besueshme fabula që janë donacionet e migrantëve. Unë pyeta, ftova përsëri të vinte, fori doktori vetë sot, po e kemi të ndaluar, më tha përsëri Berind Këlliçi, nuk do dalim, tha, por tha është krejt e sigurt, tha që janë para, një ata janë njerëz shumë të pasur, tha që kanë hedhur të lekë. Po, thuhet, janë këta njerëz dhe pikë, apo jo? Njerëzit i kanë thënë atë. Po? Puna është, a e besojmë në fabulën që janë ata njerëz që i kanë dhënë këto para? Pra, kur kishim dyshime që ai Neza korruptoi me Gonigajnë, se dhe Rama kështu thoshte, Neza i dha me Gonigajnë legët, po puna është ti, se atër kishe njerëz që e ka përdinin, e kuptojnë gjitha të Ramës, thonë, Neza burë, që pun nga Rama. Unë hyte ata që nuk e besoj këtë fabull. Nuk e besoj që edhe me qëllimet më të larta dalin 2-3 veta, cilat kanë dalë me emër e kanë thënë do japim 750.000 euro për Partinë Demokratike, do vazhdojmë pastaj paguajmë nga 250.000 euro çdo muaj. Duke mos besuar këtë, jam dakord pra me Redin, që ore, që janë këto parti që ngrenë shuma kaq të madhe parash në këtë dhe çfarë sistemi kemi ngritur. Por problemi është, do e krahasojmë Partinë Demokratike dhe Sali Berishën me Redin, me Arlindin dhe me Lëvizjen Bashk, apo do i krahasojmë me kundërshtarin që ka përballë. Dhe pika pastaj që unë zbie totalisht dakord me Redin është kjo. Nuk është problemi i Shqipërisë, problemi i Sali Berishës. Unë them që padyshim problemi i Sali Berishës është dhe problemi i Shqipërisë. Se në një vend ku pushteti lobon për të shpallur liderin e opozitës non grata, ka problem. Në një problem ku pushteti paguan me Gonigalin, që thot këta ne kemi opozitën të kapur nga rusët, ka problem. Problemi është, përballë këtij problemi si do përgjigjesh? Unë nuk pres që opozita jonë, Partia Demokratike, LSI apo doni thoni ju, 3 bandat e famshme që thoshte Lubonja, njëra cilët si virgjëresh, e tjetra cilët si bandit. Ata kanë kodin e bandave, dhe kjo është luftë bandash. Tani, problemi këtu në shoqërinë tonë është që u ngritën një palë banditëve duke thënë kapeni ajdutin, kapeni banditin. Ndërkohë që kjo që po bën PD-ja është vetëm kundër reagim ndaj dëmit që i ka bërë Rama dhe rilindja. Pra, për ta përmbledhur me 2 fjalë, kemi një problem çfarë transparence kemi përparat, dhe dyta, është më mirë apo më keq që paguen edhe para edhe sikur t'jenë të pista për të mos lënë Washington vetëm versionin e Edi Ramës. Sepse në 12 vite në Washington ishin mësuar mbizotronte me para nga kanabisi derke unaza, vetëm versionin e Edi Ramës. Vetëm se tani ka ardhur bushat një bandës themi do të kur për Shtetet Bashkuara, se ata janë vendi që ndriçojnë botën, por aty ka ardhur një president band kanë qenë dhe ata të që ata rëmbejnë më shumë. Unë nuk e di... Jo, edhe ata jam okej me ty. Që kam bërë në Afganistan, apo që kam bërë në Vietnam. Por në Shqipëri, administrata e kaluar, është sjell një band më keq se çusohu në Kili. Këtë band, i përkoj fati që ta shfrytëzonte Edi Rama. Tani këtyre PD-s do i themi mos e shfrytëzo bandën tjetër. Po patë fuqi. E kanë bërë ata është e drejtë e tyre. Po patë fuqi. Vetëm duhet thonë se ku i kanë gjetë paratë, kupton? Asnjëri se ka treguar. Nazarko pastaj. Nga vijnë paratë. Jo duhet ta deklarojnë ata, e kanë për detyrë. Kush? Partia Demokratike. Jo, mos kanë për detyrë. Po. Siç nuk ka detyrë Edi Rama të tregojë Neza si ja çoj paratë me Gonigalin. Po se s'ka letra. Ja se do. Tu ka një letër. Kontratën është shkruar. Okej, ja le të vazhdojnë. Okej. Nuk po them jo, jam dakord me gjykimin tënd. Por këtu kemi të bëjmë me letra dhe jo letra. Ka një problem se ne e bëm shuë, edhe në fakt ashtu është,
është loj partish, rivalitet, bandash e qatë dush. Po e shtrove nga interesi publik. Aja vlen që qoftë dhe me parat pista, qoftë dhe me para paburim origjine, ne të ndalojmë precedent si asaj ruspies, e mban më datë ruspien, zotë Ylli? Që dilte dhe thoshte dohan bar po votuan për non grada? Pra, ne këtu kemi pa nga këto ruspie që bënin këtu. Po ajo le të vazhdoj të bëj ruspien. Problemi është një lobim dhe i fëlliqur qoftë ja vlen edhe për të ndaluar precedente shumë më të fëlliqura se sa ky. Dhe këtu besoj, çdo njeri që nuk është militant partije duhet jetë i kënaqur. Të paktën vendoset një ekuilibër forcash. Është njësoj si që bëheshin zgjedhjet, qia bëheshin zgjedhjet dhe para 12 vjetësh. Po kishin se cila bandën e vetë. Këtu tani zgjedhjet zbën njësoj se i mori bandat gjitha njëra palë. Ekuilibri bandave s'është logjik normale politik ose demokraci, se po e me tumë këtë pastaj do vim të varianti Ramës le të hanë kokat e veta edhe po bëhet nami në rrugë duke vra njerëzit. Për ndryshe kemi zgjedhjen që të na i haj kokat një njeri vetëm gjithve. Kemi edhe zgjedhje tjera që t'i hajmë kokën këtij njeriut. Po jo që t'jem dakord që dali një bandit që të balancoj këtë banditin, se kështu nuk shkon. Jo, dakord. Imagjino, ja të të them një rast. Durojmë ruspiet, durojmë ruspiet. Do me thënë, do që me që jemi 7 ditë para zgjedhjeve Bushat. Për 7 ditë kemi zgjedhje në Durrës, po përballen 2 akademik politik. Njëri është Arjan Doja, ish prokurori përjashtuar si i lidhur me bandat me krimit, i dyshuar u bë një atentat makinë. Nga krau tjetër është Ergys Agasi që flitet që kontrollon gjithë rrjetin e bandave të Durrësit. Pra, jemi në këtë moment, ty të duket normale kjo? Se mua s'm duket normale kjo. Që në Durrës të ketë një rivalitet kaubojsish në nivel akademik politik. Jo, mua s'm duket normale që të fitoj Ergysi. Po më rregull, duket normale se kemi 12 vjetë që fiton e njëjta bandë gjithmonë dhe ky është problemi. Po mirë, nuk fitojnë kur ata të ndojnë. Pra ti fusim një bandë tjetër që ta rivalizojmë apo të heqim bandat fare? Lëm këtë bandën. Jo, të heqim bandat fare. Është i qartë që është një lobim i pastër të Sali Berishës dhe i diku dhe agresiv, duke treguar qartë që unë po i paguaj zotrin këto para, se për të shlyer atë që më bën. Po është budallëk, është budallëk, do të thënë është një investim që s'prodhon asgjë në efekt elektoral. Pra ju thoni nuk prodhon asgjë. Nuk e di ma prodhon asgjë. Për mua, opinioni im është se këtu nuk vjen më një birbo sekretar shteti që ti marrë shqiptarët për budallë dhe ti thot keni kryeministrin më të mirë dhe çfarë fati keni që është një burr shteti, mund t'ja vlej. Në qoftë se nuk del departamenti shtetit dhe pa u mbyllur kutit, thot urojmë Edi Ramën për fitoren historike, kur Edi Rama është akoma duke vjedh vota, atëherë kjo ja vlen për gjithë. Ti e beson që ndikohen shqiptarët nga deklarata e Bidenit, apo e sekretarit shtetit, apo e presidentit Trump tani? Ore, ti e paske ndarë teorin, ti thua Bideni është budalla, flet kot, Berisha është budalla, paguan kot, këto mund mos kena si vlerë, po ata shumë mendojnë. Nuk thash që janë budallë. Thash që shqiptarët sot nuk ndikohen nëse flet sot sekretari amerikan i shtetit që është burri mirë Berisha, se e din që Berisha kush është. Mbase shqiptarët nuk ndikohen, por këtu për këto deklarata janë harxhuar orë të tëra kohë televizive, kanë marrë para e inceneratorësh media si Top Channel-i e Tender Aklani, pikrisht për thonë këtë gjë. Shi çfarë bëri Blinkeni, shi çfarë bëri Blinkeni, shi çfarë bëri... Efekti është i rëndësishëm. A ka efekt, as ka efekt, unë këtë nuk e mas. Në rregull, pra, unë po them që shqiptarët e kanë kalu këtë fazën kur ti thua që votoni që këtës është burri mirë ky. Ta sondazhistët, unë them që edhe sikur shqiptarëve të ndritur që nuk ndikohen, t'ja heqim këtë helmin mediatik që e thoshte Yuri Kim dhe Blinkeni dhe e merte Topi, Klani e pastaj gjithë me radhë, i kemi bërë një nder të vogël. Kaq po them.